Aja plaka tashmë, që ka disa vite, mbi 100 vite, do thotë po se po, aja pas ka qenë shërtore në shtëpinë e Uzeirit. Dhe i thot, unë jam Uzeiri, thot, s'është e mundshme ti t'jesh Uzeiri. Uzeiri mot i kohë nuk është. Mot i kohë është harruar emri ti. Thot, po, thot, dhe ai me një sistem, thot, unë jam Uzeiri, thot, nëse ti je Uzeiri, atëherë më thuaj, si mund të shohun e ty që të vërtetohem. Sa ajo tashmë ishte verbuar. Nuk e kishte të mundshme. Thot, po, në një gjatë ti. Nëse ti je Uzeiri, tash do të testoj. Uzeirit Zoti nuk ja ka kthy duat bosh. Çdo herë ja ka realizu kërkesat e tij në lutjet që i ka pas. Dhe thot kështu, lutë Zotin pra që të më kthej mua shikimin. Uzeiri ngre duart ka qielli dhe i lutet Allahut që t'i kthehet shikimi kësaj plake, dhe në vërtet pra me një prekje edhe në fytyrën e saj ajo kthehet dhe e sheh. Dhe kur e sheh është Uzeiri pikërisht ai që ka qenë. Tash e mban mend kjo shumë mirë dhe thot tash po bindem që ti je Uzeiri. Dhe shkon në faltore ku janë njerëzit të bumë ose në ato kuvendet e tyre dhe ju thot një gjë interesante, thot Uzeiri, ai Uzeiri që s'është fol për emrin e Uzeirit edhe më herët, thot është kthy përsëri dhe ai nuk kishte vdek, po pas ka qenë diku e tjera dhe ai është prap i gjallë në jetë. Ose ja tregon ngjarjen të vërtet, por është problem që ta besojnë njerëzit se si mund të ngjallet kaq lehtë një i vdekur, i cili pas 100 viteve kthehet në jetë.